Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Gaforës. Do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është 10 të kupës. 10 të kupës është një letër që nuk ka nevojë njeriu të di të lexojë tarot për ta kuptuar çfarë do thotë. Është një mesazh vërtet i bukur. Po, të dashur Gafor, lumturia ekziston. Më bëjt shumë qefi për Gaforet nga që kam patur një periudhë goxha të vështirë. Kërkoj ndjes. Në fakt jo të gjithë absolutisht, por një shumicë e tyre. Po, lumturia ekziston të dashur dhe është më afër se kurrë. Apo tani jeni duke shijuar tashmë. Kjo letër është konfirmimi që lidhjet e sinqerta, familja, miqësia dhe një dashuri e shëndetshme ekziston. Është aty, po ndërtohet ose jeni gati për ta përjetuar. Të dashur Gafor, edhe nëse je ende në rrugë për atje, do thotë nuk e ke hapur akoma, nuk je duke ndjerë. Universi thot vazhdo sepse je duke shkuar drejt një paqeje. Tani, unë po them për dashuri. Mund të jetë për punë të dashur Gafor, mund të jetë në familje, mund të jetë çfarëdo që është drejt një paqeje. Do thotë një qetësie shpirtërore. E kur paqe dhe qetësia shpirtërore është mua jo që e kërkojmë pandalur, lumturia të dashur. Si thash, jeni në rrugën e duhur drejt një paqe dhe dashurie të thellë emocionale. Nuk ke pse të mos e besosh. Prandaj thash që në fillim, po, lumturia ekziston. Të dashur, dashuria e pastër nuk është një ëndër siç e mendojmë gjithmonë. Është ajo që po ndërton tani, siç po e bëni ju të dashur Gafor. Me çdo zgjedhje të vogël, me ato gjëra sado hapa të vegjël apo të mëdha, apo sido që të keni vepruar, sikur jeni parafruar më shumë më afër qëllimit të juaj. Jeto të dashur për ato që të duan dhe mos haro. Kjo është ajo që flasim dhe e kërkojmë gjithmonë, lumturia. Uroj që ky mesazh të përshtatet me të gjithë Gaforët.